maksimumi 48 orë është koha në dispozicion prej ndërprerjes së seancës konstituive deri në vazhdimin e saj. Kështu e përcakton rregulloria e punës Kuvendit Kosovës, e korrikut 2022, e cila është miratu me lëvizjen vendosjen pushtet. Herën e fundit, seanca konstituive vazhdoi shtunën më 8 gusht dhe u ndërprej rreth orës 12:15, kur deputetja Time Kadriaj e Aleancës ja nisi me gjujt me vezë Albin Kurtin e lëvizjes së vendosje. Tash kanë kalu më shumë se 48 orë e nuk është thirrë hala vazhdimi i seancës pavarësisht nenit 12 të rregullorës që vetë vendosja ka votu. Njeriu që i zhdesht me thirr këtë seancë, Avni Dehari, gjatë ditës është lajmëruar në rrjetet sociale. Megjithatë, ai foli për marrëveshje politike e zgjedhje të reja e në asnjë moment nuk e përmendi seancën konstituive. Ka ju pak deputet opozitar që nuk duan kurfar marrëveshje politike për konstituim të institucioneve dhe që duan incidente fizike në seancën konstituive. Pa marrëveshje politike, pa shmangshëm shkojmë në zgjedhje të reja, të përsëritura, të panevojshme, të dëmshme. Duhet të arrihet marrëveshja politike. Këtë kërkon Kushtetuta e Republikës dhe Gjykata Kushtetuese. Këtë e pret populli i Kosovës dhe e ardhmja jonë. Këto janë fjalët e Avni Deharit. E kryetari i lëvizjes së vendosje, Albin Kurti, gjatë ditës foli për marrëveshje të mundshme mes partive politike, por asaj nuk e përmendi tejkalimin e 48 orëshit, si afat cilin vetë lëvizja vendosje e kishte vendosur në rregullore. Jemi në komunikim edhe do të përpiqemi për çdo ditë që të arrijmë marrëveshje politike në mënyrë që të shmangim zgjedhjet e panevojshme të parësueshme, sepse ato vetëm sa do të përsëriten. Pra, bëj thirrje edhe një herë liderëve të partive të tjera që të diskutojmë e të merremi vesh, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës nuk duan zgjedhje, duan zgjidhje. E zgjidhja është marrëveshja politike. Në anën tjetër, Glauko Njuca, nënkryetari i kësaj partije, krejt çka tha për seancën konstituive është se i takon Deharit për me thirrat dhe nuk dha asnjë shpjegim se pse po e tejkalojnë edhe këtë afat. Nuk mendoj që është dramatike. Situata që është interpreton opozita. Nuk është dramatike. Domethënë është pjesë e formësimit të matutjeshëm konstitucional të vendit tonë. Kjo është e vërteta. Tash kur do të thirret seanca, nuk mund të caktojon. E cakton kryesuesi. Besoj që së shpejti do të shkruaj. Ndërsa, kur u pyet prej gazetarëve nëse është shkel Kushtetuta me thirrjen e seancës pas kalimit të afatit 30 ditor të përcaktuar me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese, Konjuca tha se nuk e mendojnë që është shkel Kushtetuta.